Në Universitetin Nën Tereza në Shkup u promovua libri më i ri i Dr. Rahim Jasharit, Qasja teorike metodologjike në studimin e koncepteve të sigurisë dhe interpretimin e radikalizmit islam. Bëhet fjalë për një studim të gjerë shkencor i botuar në shqip dhe maqedonisht që trajton në mënyrë të thelluar çështjet të sigurisë dhe sociologjisë së religionit. Dr. Rahim Jashari tha se libri është rezultat i një angazhimi të gjatë kërkimor dhe synon të sjellë më shumë qartësi në trajtimin e koncepteve të sigurisë. Është një nder i veçantë dhe kënaqësi e madhe për mua që sot të jem para jush në këtë promovim, për të ndarë një punë kërkimore që përfaqëson jo vetëm një angazhim akademik, por edhe një përkushtim personal ndaj një fushë sa komplekse aq edhe të ngjeshme. Pas prezantimeve kaq të thelluara dhe me vlerë nga profesorët e nderuar, duhet të pranoj se nuk është e lehtë të shtohet diçka e re. Analizat dhe vlerësimet e tyre profesionale kanë ndriçuar këtë libër nga kënde të ndryshme, për çka u jam sinqerisht mirënjohës. Megjithatë, si autor i këtij studimi më lejoni të ndaj me ju disa reflektime të shkurtra mbi arsyet që më shtin të ndërmarr këtë punë kërkimore. Libri me titull Qasje teoriko-metodologjike në hulumtimin e koncepteve të sigurisë dhe interpretimet e radikalizmit islam lindi nga një interes i kahmoshëm akademik për mënyrën se si konceptet e sigurisë trajtohen dhe interpretohen në diskursin bashkëkohor. Gjatë viteve të punës kërkimore kam vënë re se shumë prej këtyre koncepteve shpesh përdoren në mënyrë të përgjithshme, ndonjëherë nebuloze, edhe të paqartë pa analizë në gjykimin tim të mjaftueshme metodologjike. Pikërisht, kjo më ka shtyrë të përpiqem të ndërtoj një qasje më të sistemuar dhe më të mbështetur në metoda shkencore. Që këtu, në këtë studim, jam munduar të trajtoj jo thjesht vetëm dimensionin teorik të sigurisë, por edhe mënyrën se si fenomeni i radikalizmit islam interpretohet jo vetëm në literaturën akademike, por edhe në diskursin publik. Për këtë arsye kam përfshirë analiza që kanë në konsiderat edhe kontekstin social, politik dhe ideologjik, sepse këto elemente janë ato që ndikojnë drejt për drejt në mënyrën se si kuptohen dhe interpretohen këto fenomene. Natyrisht dua të theksoj që ky libër nuk pretendon të japë përgjigje përfundimtare për një temë kaq komplekse dhe të ndërlikuar. Përkundrazi, synimi im ka qenë dhe patjetër që do vazhdoj të jetë në drejtim të hapjes së një hapësire të diskutimit akademik dhe që të ofroj një kornizë analitike që mund të ndihmoj studiosjet e kësaj fushë në trajtimin më të qartë dhe më kritik të këtyre çështjeve shumë sensitive. Shpresoj që ky studim të shërbejë si një kontribut modest, por i vlefshëm për komunitetin akademik, jo vetëm për studiosit e fushës së sigurisë, por edhe për të gjithë ata që synojnë të thellojnë kuptimin e tyre mbi sfidat dhe interpretimet që ndërlidhen me fenomenin e radikalizmit në kontekstin bashkëkohor. Recensenti i librit, profesor dr. Cane Mojanovski, e cilësoi veprën si një hulumtim origjinal dhe të mirë strukturuar. Govorenje të ova institucija. Ky është një punim origjinal shkencor hulumtues që ofron një kritik epistemologjike mbi njohurit në fushën e sigurisë. Autori ka arritur të ndërtojë një urë lidhëse mes teologjisë, sociologjisë dhe shkencave të sigurisë, duke ofruar një koncept teorik që kërkon objektivitet dhe njohuri të thella. Ky libër do të jetë një nxitje për studiuesit e rinj që do të ndërtojnë aparate kategorike nacionale për fenomenet komplekse të radikalizimit. Ndërsa panelistja profesor Inor Dr. Diturie Ismaili vuri në pa dimensionin metodologjik të studimit. Këtë recenzion që po prezentoj sot të kësaj vepre, që trajton një ndër temat më sfiduese dhe më aktuale në studimet bashkëkohore, që është ajo e marrëdhënieve ndërmjet koncepteve të sigurisë dhe interpretimeve të radikalizmit islam, në këtë kohë kur diskursi publik shpesh dominohet nga stereotipe dhe qasje të njashme. Dhe ky libër paraqet një analizë të thellë, të strukturuar dhe të balansuar shkencërisht, duke sjellë një kontribut të rëndësishëm në literaturën akademike. Që në aspektin formal, vepra shquhet për organizimin e saj të qartë dhe logjik mbi gjitha. Ajo është ndarë në 8 kapituj, në të cilët ndërtojnë gradualisht një analizë të plotë, duke filluar nga baza teorike dhe metodologjike e deri tek aplikimi empirik dhe reflektimet përfundimtare që i ka paraqitur autori.
Kjo strukturë e mirë e menduar e bën librin të lehtë për të ndjekur dhe njëkohësisht të përshtatshëm për përdorim akademik në ciklin e dytë dhe në ciklin e tretë. Në kapitullin e parë, autori vendos themelët e studimit duke trajtuar qasjen teorike metodologjike ndaj problemit. Kjo pjesë është veçanërisht e rëndësishme sepse shpjegon qartë konceptet bazë, aparatin kategorik dhe mënyrën se si duhet të ndërtohet një kërkim shkencor serioz. Autori thekson se metoda nuk është thjesht një instrument teknik, por një mënyrë e të menduarit dhe të kuptuarit të realitetit. Kjo e vendos studimin në një nivel të lartë epistemologjik dhe e bën atë të besueshëm nga aspekti shkencor. Kapitulli i dytë dhe i tretë përbëjnë një shtyllë të rëndësishme të analizës, duke trajtuar konceptet e sigurisë dhe lidhjen e tyre me interpretimet e radikalizmit islam. Një ndër kontributet më të rëndësishme të autorit në këtë pjesë është fakti që ai nuk trajton religionin si një faktor të vetëm negativ, por si një fenomen kompleks që mund të ketë rol si në konflikt, ashtu edhe në ndërtimin e paqes. Kjo qasje e balansuar është shumë e rëndësishme në një fushë ku shpesh dominohen perceptimet e njëanshme. Veçanërisht do me thënë se është diskutimi mbi instrumentalizmin e fesë dhe rrezikun që ajo po përdor për qëllime politike apo ideologjike. Autori analizon se si në kontekstin e Ballkanit, por edhe më gjerë, religioni mund të shndërrohet në një faktor destabilizues nëse keq përdoret, duke theksuar rëndësinë e një qasje të kujdesshme dhe analitike të studimit të kësaj vepre dhe të këtij fenomeni. Në kapitujt e mesëm, autori e zhvendos fokusin drejt dimenzionimit metodologjik të kërkimit. Trajtimi i triangulimit si qasje kërkimore është një ndër aspektet më të avancuara të këtij libri. Duke argumentuar se asnjë metodë e vetme nuk është e mjaftueshme për të kuptuar fenomene komplekse, siç është kjo e radikalizmit, autori propozon një kombinim të metodave sociore dhe cilësore, si dhe në përdorimin e burimeve të ndryshme të të dhënave. Kjo qasje e bën studimin më të plotë dhe më të qëndrueshëm nga pikpamja shkencore. Një tjetër dimension shumë i rëndësishëm është analiza e faktoreve të radikalizimit. Autori i qaset këtij fenomeni në mënyrë shumë dimensionale, duke përfshirë faktorët ekonomik, social, politik dhe individual. Ai thekson se nuk ekziston një shkak i vetëm për radikalizim, por një ndërthurje faktorësh që ndikojnë në mënyra të ndryshme në individ dhe në grupe të ndryshme. Ky interpretim shpang reduksionizmin dhe kontribon në një kuptim më realist të këtij fenomeni që e ka trajtuar autori. Kapitulli i 7 sjell një analizë të thelluar të modeleve të radikalizmit dhe përfshin modelet fazore dhe qasjet socio-zhvillimore. Kjo pjesë është veçanërisht e dobishme për studiuesit dhe praktikuesit, sepse ofron një kornizë konkrete për të kuptuar procesin e radikalizmit dhe për të identifikuar fazat e tij. Kjo ka rëndësi të madhe për hartimin e politikave parandaluese në këtë fushë. Në kapitullin e 8 dhe të fundit, autori vendos analizën në kontekstin konkret të Maqedonisë së Veriut dhe rajonin e Ballkanit. Kjo pjesë e bën librin veçanërisht të vlefshëm për studiuesit lokal dhe ato rajonal. Autori analizon ndërthurjen e identitetit fetar dhe etnik dhe ndikimin e saj në marrëdhënie shoqërore dhe politike në këto vende. Ai gjithashtu evidenton rreziqet që vijnë nga dezinformimi, manipulimi dhe tensionet ndërfetare dhe ndëretnike. Një element që e pasuron më tej studimin është përdorimi të dhënave empirike që autori ka përdorur. Përfshir këto intervistat me ekspertët dhe analizat e fokus grupeve që ka realizuar. Kjo e bën librin jo vetëm teorik, po edhe praktik dhe empirik, duke ofruar njohuri të bazuara në realitet. Në të njëjtën kohë, autori kritikon mungesën e kërkimeve empirike në disa studime ekzistuese, duke nxitur kështu që një standard më të lartë të kërkimit shkencor. Në përmbledhje, autori thekson kompleksitetin e konceptit të radikalizmit dhe vështirësive për të përkufizuar atë në mënyrë të qartë dhe të unifikuar. Ai argumenton se vetëm përmes një qasje multidisciplinare dhe multimetodologjike mund të arrihet një kuptim më i plotë i këtij fenomeni. Tani, për në fund, kam dhënë një vlerësim pak më kritik, më të zgjeruar për librin. Ky libër paraqet disa vlera të rëndësishme. Pra, është një bazë fort teorike dhe metodologjike për studiuesit.
është një analizë e thellë dhe e balansuar, ka një ndërthurje të suksesshme të teorisë me praktikën dhe ka një fokus të veçantë në kontekstin rajonal të problemit. Arsyeja pse kam vlerësuar pozitivisht këtë vepër dhe kam pranuar të jem pjesë e recenzentëve është lidhur me faktin se ajo kontribon në tejkalimin e qasjeve të thjeshtëzuara dhe shpesh paragjikuese ndaj radikalizmit, duke ofruar një analizë të mirë argumentuar, kritike dhe shkencërisht të mbështetur. Një qasje e tillë është shumë e nevojshme për zhvillimin e diskursit akademik ditëve të sodit dhe për ndërtimin e politikave më efektive në fushën e sigurisë. Megjithatë, si një vepër akademike, ai ka edhe kufizimet e veta. Në disa pjesë, terminologjia është e ndërlikuar dhe mund të jetë sfiduese për lexuesin jashtë fushës. Gjithashtu, do të ishte e dobishme që disa koncepte të ilustroheshin edhe më shumë raste konkrete për të bërë analizën më të prekshme dhe më të qartë. Në përfundim, kjo vepër përfaqëson një kontribut serioz dhe të qëndrueshëm në studimet e sigurisë dhe radikalizmit. Ajo jo vetëm që ndihmon në kuptimin e këtij fenomeni kompleks, por edhe ofron mjete analitike për studime të mëtejme dhe për hartimin e politikave publike. Për mua personalisht, pjesëmarrja si recenzente në këtë libër ka qenë një përvojë e vlefshme profesionale, sepse më ka dhënë mundësinë të kontriboj në promovimin e një pune shkencore, cilësore dhe një temë me rëndësi të veçantë për shoqërinë e sodit. Rekomandoj fuqimisht për studiuesit, studentët e ciklit të dytë posaçërisht dhe ato të ciklit të tretë, që neve ende si universitet nuk i kemi, mirë po jemi në proces, si dhe për profesionistët e fushës të sigurisë, politikbërës dhe aktorët institucional që merren me menaxhimin e sfidave të sigurisë në nivel lokal dhe ndërkombëtar që të përdorin këtë libër dhe ta lexojnë. Rektori i universitetit, profesor Dr. Bekim Fetaj, vlerësoi punën e autorit duke theksuar rëndësinë e trajtimit të temave të ndjeshme me seriozitet shkencor. Siç e dini, Universiteti Nën Tereza, çdo promovim të çdo libri e quajnë ditë feste dhe është një ditë kur festojmë bashkë me ju në kontributin që mundohemi të japim si shkencës, ashtu edhe materialeve mësimore shkencore që përdoren në fakultetet e ndryshme. Dhe me këtë duhet falenderoj edhe Dr. Rahim Jasharin, i cili me këtë libër kontribon në suazët e Fakultetit të Shkencave Juridike. Aktivitetin mblodhi profesor, studiues dhe student, duke nxitur debat mbi sfidat e sigurisë dhe nevojën për qasje objektive në studimet akademike. Libri është i ndarë në 8 kapituj dhe trajton modelet e radikalizmit me fokus në Maqedoninë e Veriut dhe rajonin e Ballkanit, duke ofruar gjithashtu rekomandime për politika parandaluese.